Jemi ratuar në këndin ton me poetin Ariana Fetau Gaba, një poete që rrëfen shpirtin njerëzor, mallin dhe dashurin me një natyrshmëri dhe me një sinqeritet. Ajo, siç e tham, vjen nga Amerika, ku jeton prej 30 vitesh me familjen e saj për të promovuar librin e saj të katërt, Pranverat që humbëm. Një vepër që poetët e tjerë këtu në Shqipëri që e kanë lexuar dhe që promovojnë librin, e kanë quajtur si një imagjinat e ngarkuar me simbolik dhe një ringjallje të shpirtit. Sot ne do të flasim për jetën e Arianës në Amerikë, për komunitetin shqiptar aty, për lidhjet familjare me kreun e bashkisë së qytetit ku jeton dhe me kreun e komisariatit në të gjithë zonën, sepse ka histori të bukura për të ndarë, kështu që mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se u gjeta, faleminderit. Gjithmonë këndshëm. Ta nisim pak nga jeta në Amerikë në këto 30 vite. Pëlqen të pyes njerëzit që vinë, që jetojnë prej shumë vitesh jashtë, që çfarë kanë marrë nga ai vend edhe çfarë ju kanë dhënë atij vendi, nëse mund ta përkufizojmë. Tash të flasësh për 30 vjet që unë kam kaluar andej, nuk del koha. Dhe është njësoj si kur ti thuash 25 vjeçarve, ti tregosh për 97-ën, domethënë nuk të ta besojnë. Amerika si çdo vend, domethënë kur shkon në fillim fare janë ato ndeshësh, sfidat, duke filluar që nga gjuha, që nga mënyra e të jetuarit, nga puna, mënyra e të punuarit, është ndryshe, njerëzit janë ndryshe, ti nuk i nje, me sfida shumë të mëdha që ty të duhet forcë. Dhe duke pasur këto pengesa, është si puna shkallëve, në gjithë një shkallë, të dytën, të tretën, dhe gjërat janë të gërshetuara njëra me tjetrën, se ty të duhet gjuha, të duhet një makinë, po të marrësh makinën, du t'japësh një provim që prap të duhet gjuha, domethënë janë të lidhura shumë me gjuhën, derisa ti e kap veten, por në atë kohë nuk ka pasur një institucion, me sa di unë që ti të trokisje dhe një institucion shqiptar, që të të ndihmonte, të të orientonte. Ndërkohë sot është ndryshe. Po, ata që shkojnë dhe emigrojnë jashtë. Ju keni patur më shumë vështirësi, se këtu 30 vite përpara kanë qenë vitet vështira dhe për vendin tonë. Patjetër. Sidomos tashti emigrantët që vinë nga një tjetër Shqipëri, nuk vinë nga Shqipëria 96 si la shumë. Ne nuk dinim as kartë krediti, as telefonat, as si mund t'i bëj, as një telefon nuk ishim. Do më teknologjia ka qenë... Të mendosh që prindrit i kishe këtej, e larguar me bashkëshortin, apo jo? Jo, faktikisht jam larguar me nënën. Kemi ardhur të dyja në Amerikë, fillimisht, dhe pastaj në krye të një vitit erdhën motrat edhe i matë. Ishte shumë e vështirë. Bile sfidat ishin aq të mëdha sa ndonjëherë mendoj edhe kthimi, po nuk doje se do quhej dështim. Shumica në fakt për këtë arsye nuk janë kthyer, sepse ishte përveç se ishte ata që kanë emigruar 10 vite përpara që ka qenë kushtet e vështira këtu në Shqipëri, bëhet fjalë 96-97, por edhe ky paragjykimi, kjo tabuja që pse erdhi. Patjetër, bile mua ka ndodhur një rast i tillë. Sepse ndërkohë që herë me punë, herë pa punë, punoja fillimisht në një restorant, që kisha marrë një palë këpucë të sheshta që më dukeshin të bukura, sepse isha gocë e re, do t'i mbaj ato, po nuk punohet në restorant me këpucë të bukura. Ty të duhen atletet dhe atletet që t'jenë të shtrenjta dhe të mira për këmbën që të rritë të flërë të marrë në bazament, po. Dhe më bëjshin këmbën me kallo, mirë po ndërkohë, punën se kisha stabël, edhe unë edhe nëna ime, dhe babai i flet nënës në telefon, i thot që... Babai ishte në Shqipëri? Ishte në Shqipëri. Ktheu e rjeta, se nëna ime punonte në kontrollin e shtetit në atë kohë, dhe ai thot ktheu, se ti mund të kthehesh, e kishte ditën që mund të kthehej vendin e punës. Dhe më thot, mami, thot Ariana, kthehemi, thot se nuk është për ne. Tash i 96 dhe unë kisha tjetër mentalitet, ashtu sikurse dhe moshatarët e mi, apo dhe ata njerëzit që lash atje. Dhe i thash, unë për Zotin e gjallë i thash, unë nuk kthehem atje, sepse në moshë të re që shkova, ti po të shkosh ishte një ëndër Amerika për të gjithë. Dhe unë po të kthehesha ishte një dështim, edhe njerëzit do thoshin përse u kthye. Sot e mendon për shembull kthimin? Që Shqipëria nuk është më Shqipëria e 96-97, nuk ka atë imazh që kishte dikur. E di si është puna, dhe koncepti i atë dheut nuk është më atë dheu i babait. Mendoj që ka ndryshuar si koncept.
është edhe atje ku ti jeton, atje ku ti ke kaluar sfidat, ke krijuar një familje, aty ku ke të ardhurat, aty ku rrit fëmijët, por malli nuk të lë për vendlindjen, kështu që ti gjithmonë e ke mendjen mbrapa. Kjo distancë e madhe në këto vite e ka forcuar më tepër lidhjen me Shqipërinë, me vendin tënd, apo e ka bërë atë më të dhimbshme? E ka forcuar, pa diskutim që e ka forcuar, dhe vetëm është distanca që është ajrore, sepse teknologjia e ka sjellë shumë afër, domethënë Shqipërinë tek ne. Kështu që ne të gjithë jemi shumë të lidhur me Shqipërinë, me lajmet, me çfarë do ndodh këtu. Ndërkohë të mendosh fillimet nuk kishe mundësi të flisje kaq shpesh. Ti do blej një kartë telefonat, një kartë që të mund ta përdori ta gërbishje. Edhe ti iknin minutat. Domethënë ishte $5 karta, dhe ty t'iknin minutat dhe nuk flisje. Dhe po të dërgojë një letër, për 20 ditë që mund vende letra, ty t'kishin ndodhur ngjarje të tjera. Domethënë kurse tash ti me teknologjinë ti je në çdo sekond me njerëzit e tu të dashur. Është më e përballueshme. Shumë patjetër. Ndërkohë ju vini nga një rrënjë çame. Edhe këtë e ndjejmë edhe tek vargjet, tek poezitë që shkruan për mallin, për nostalgjinë, të gjitha këto të përshkruara me detaje të imta, të sjella me një lloj ndjeshmërie, me një lloj sinqeriteti, por ama kanë një mesazh të fortë. A është kjo një histori, një dhimbje kolektive, një memorie që ti e mban brenda vargjeve dhe edhe kur nuk e përmend drejt për së drejti? Unë faktikisht jam çame me origjinë nga babai, nga Grikohori, Çamërisë. Kurse nga gjyshja, domethënë nëna e tij, nga Filati. Unë i kam arritur gjyshen edhe stërgjyshen time. Dhe jam rritur me traditat e Çamërisë, që nga dialekti çam e njoh mirë, dialekti çam, gatimet e tyre, historitë më kanë lënë mbresa dhe jam rritur me ato histori që kam dëgjuar, por kjo nuk është vetëm dhimbja ime, është dhimbje kolektive. Nuk është e thënë që ti je çam të duash Çamërinë. Unë kam takuar shumë nga trevat e Kosovës, kam takuar shumë njerëz që duan Çamërinë, e dashurojnë Çamërinë vërtet, dhe më ka bërë shumë përshtypje. Domethënë është një plag e gjithë shoqërisë shqiptare, me të mirat dhe të këqijat që kemi ne. Prapë, domethënë ne jemi njerëz të dhimbsur, të dashur, dhe unë e mbart atë dhëmsuri, atë dashuri. Jam pjesë e këtij vendi. E ke përshkruar kaq bukur. Duket si një kod emocional i të gjithëve që janë nga Çamëria, që e shprehin atë përmes vargjeve. Libri 4, që ti vjen dhe boton në Shqipëri, ke ardhur enkas nga Amerika për të sjellë tek lexuesi, për të uruar rrugën e mbar të këtyre poezive lexuesve të poezisë, edhe pse duke e ditur domethënë dhe nivelin ose se si është lexuesi në vendin ton, pa e marr parasysh këtë, ti vjen dhe boton librin e 4, Pranverat që humbën, dhe me një titull të fuqishëm. Çfarë është për Arianën një pranverë e humbur? Një njeri, një vend, një kohë, apo një ndjenjë? Faleminderit. Ky libër që vjen, redaktor ka zotin Arben Blaci, është një nga kritikët, letrarët shumë i shquar për mendimin tim dhe unë e vlerësoj shumë, që ai zgjodhi që të punonte me mua, dhe ka dalë nga Toena, është edhe shtëpia botuese ku doli ky libër. Pranverat që humbëm faktikisht ishte një titull që ne zgjodhëm të dy. Domethënë unë kisha një ide se çfarë do titulloj ky libër, po dhe redaktori kur e lexoi librin, pasi zgjodhëm 3-4, të dy ram në një mendim që librin do ta quajnim Pranverat që humbëm. Për mua pranverat që humbën janë 30 pranvera që kam humbur në vendin tim. Dhe faktikisht më mbushen syt me lot se si unë i humba ato 30 pranvera. Unë kam jetuar aty ku jam, dhe jetoj, kam gëzimet e mia, familjen time, por do ishte diçka e përkryer që unë ato 30 pranvera t'i kaloja në vendin tim. Pra 30 pranverat... Të mall, edhe këtë mungesë ti ke shprehur përmes vargjeve. Patjetër, se nuk mund të rri dhe po të dua. Si ka nisur Ariana të shkruaj? Ka qenë pikërisht largimi nga dheu që të ka dhënë të ka ngacmuar atë poeten e brendshme që ti ke patur dhe nuk e ke njohur më përpara? No, faktikisht unë kam shkruar që në 93-shin, kështu që kam qenë këtu në Amerikë, në Shqipëri kur ke shkruar. Se akoma e ngatroj. Pak ditë janë që ke ardhur, kështu që e kuptueshme.
që në vitin 1996, kam shkruar të poezit e para, kështu që ka qenë që atje. Asu nuk e kam ditur që do bëhesha poete, po si zgjë njëri. U bë libri parë, libri 2, libri 3 dhe i 4 ja ku erdhi. Do të ketë pranvera të tjera? U them që do të ketë pranverat që lindin. Që lindin. Ndoshta nuk do jenë kështu, do më thënë, po pranvera që lindin. Sa spontane janë poezit e Arianës? Vinë si një mendimi i mëparshëm, apo vinë spontanisht? Ja, spontanisht. Ndonjëherë nga një bisedë, nga një melodi, nga një histori, një ngjarje që mund ta bile, dhe kur jam në bisedë me ndonjë mikesh, ose me ndonjë mik që tregon diçka, kur më pëlqen një frazë them dëgjoj, më fal një çik, ta shkruaj një çik të shënim se është diçka e bukur, dhe pastaj edhe pas largimit të bisedës, mendjen e kam aty, më thënë që duhet ta shtjelloj. Si fillin dhe ta shtjelloj. Kush i lexon i pari ose e para poezitë e Arianës? Faktikisht ja tregoj bashkëshortit, ndonjëherë edhe bezdis. Duke qenë se Albani merret me sektor tjetër, me kontraktor, me ndërtim. Por e kam futur, më duket, edhe unë ato rrugën time dhe i lexon. Derisa ai është mbështetësi i madh. Po, bile ndonjëherë më jep ndonjë sugjerim, po këtë kështu, po kështu ke harruar një, më thot, them kjo është drafti i parë. Edhe poezitë që ja kushton atij për dashurinë? Po, ja kam kushtuar, kam shumë poezi që i kam botuar, po thuaj se në të 4 librat kam poezi për të, por edhe djali i madh sidomos, kur bëj ndonjë poezi në YouTube, ai mundohej që të gjej muzikën, edhe ta përshtatet edhe me fotot ose me videot, që të bëjë diçka e plot. Më kupton se merr më fuqi poezia kur ka edhe peizazhin bashkë ose video në të, edhe muzikën. Djemt shkruan ndonjëri prej tyre? E ka qef, apo kanë marrë drejtime të tjera, me shkollën, me punën? Jo, nuk lexojnë. Domethënë lexojnë gjërat e tyre, po jo se e din mirë shqipen, po jo në atë thelb, ose të kuptojnë për shembull metaforat, ose është një çik vështirë, ndonjëherë duhet t'ia shpjegoj mesazhin, po. Duhet t'ia shpjegoj në detaje. Ariana është mes meshkujve në shtëpi. Po, patjetër. Bëni këto mbrëmjet poetike kur ti lexon poezi pjesës tjetër? Jo, mos të... Nuk të... Jo. Mezi pret që të kesh një ambient të tillë siç vjen në Shqipëri, do të na lexosh diçka nga libri? Meqense është taze, është i ri. Patjetër, e kam vënd. E ke zgjedhur një poezi për ta lexuar për ne. Kjo poezi titullohet Vëra të kafe moj bi. Unë nuk kam vajza, kam djem, po kam nënë dhe jam vajzë vetë. Vëra të kafe bi në zjarin e dashurisë. Bëje me ajk, si ajka e mallit që kemi. Mezi kam pritur të përqafoj, të çmallim syt dhe ndonjë fjalë të themi. Ullu tregom se si të rriti kurbeti, si të rritën fëmijët një nën heroin. Me të shpurteka jeta gëzimet i treti, e mira ime lule dafin. Mbaje mënd këtë kafe që pim, si ne me vajzën të ule shtapish. Ska më mirë të dyja e dim, se të shkosh jetën mes dashurish. Se jeta ka halka, ka nyje moj bi, të koklavitura shumë si për dreq. Udha e saj, së thjesht një vi, a shpesh një pus që të tërheq. Mësoj më mirë nga që të mësova unë, ka kaq shumë dashuri në shpirtin e saj. Ajo do të bëhet grua e fort, dhe ty do të ngjaj. Sa e bukur. Shumë emocion ka brenda. Shpresoj që dikush që lexon të gjej veten. Ti ke edhe 2 motra, apo jo? Po. Shkruajnë ato? I lexojnë poezitë e tua? Jetojnë në Amerikë, motra? Jetojnë në Amerikë, njësoj. Kanë ardhur, me 9 muaj, një vit, pas meje. Po. I lexojnë me kënaqësi poezitë e mia, mundojnë t'i shpërndajnë, ndonjëherë më shkruajnë privat. Më thënë Ariana sa e bukur, edhe e bëjnë share, dhe më thënë e përcjellin në rrjetet e tyre. I pëlqejnë poezit, gjithmonë. Dhe me siguri janë duke na ndjekur, por na kanë... Faktikisht aty është gjumë. Është herët, e di. Është herët. Por pikërisht për këtë, ato zgjodhen që të dërgojnë një mesazh surprizë. E din që do ishe sot në Rezidelli, kështu që me motrat kemi një çik punë pastaj. Ja, ty e shohim. Jemi shumë krenare për ty Zvermote, suksese të mëtejshme,
We love you so much, të duam shumë. Faleminderit. E Ari, me mira këturet, nga zmotrat. Urime për librin e 4, të urojme të mbarësi në këtë udhëtim që ke marrë, jam shumë krenare për ty, dhe gjithmonë të mendoj si ajo Ariana që shkruaj poezi në Dritare, dhe jam shumë krenare dhe me zi pres të shikoj se ç'mund të bësh me te. Të duam shumë, kalofsh mirë dhe të putim. Të duam. Faleminderit, të dua shumë. Dhe me siguri po të presin të festoni. Bashkoni, jeni bashkë, keni afër? No, nuk janë afër faktikisht, ato jetojnë në St. Louis, Missouri. Është gati 4 orë nga Chicago e larg, kurse unë jam 20 minuta e larg New Yorkut. Domethënë, është gati 2 orë 45 minuta me avion edhe një 18 orë me makinë. E kuptoj. Domethënë që larg i kam, po mundohemi, domethënë gjatë vitit ne të takohemi 2 herë. Domethënë në vit do vete unë, do vinë ato. Ja, sa bukur edhe këtu. Ndërkohë, fund vitin e kaloni aty bashk me familjarë të tjerë të bashkëshortit që jeni në Garfield apo jo? Patjetër, jemi shumë, shqyqur zotit. Fisi Matthew aty. Po patjetër, vjera ime ka 3 dje me 3 vajza, të gjithë të martuar, bile disa kanë edhe fëmijët janë martuar me një për me mbesa. Një parti e bëjmë vetë, gati 23-24 veta, domethënë. Shkoni në restorant apo mblidheni në shtëpi? Kur mblidhemi në shtëpinë, kemi 30 vjetë, shtëpit i kemi të mëdha, kështu që kemi vënd për tavolina boll, por ndonjëherë edhe duam ta kalojmë edhe festojmë edhe jashtë, për të shplodhur më tepër se ka shumë shqiptarë në Garfield? Ka shumë. Ka shumë shqiptarë. Ndërkohë më bën përshtypje lidhja dhe mbështetja që ka kreu i bashkisë së zonës, se kaluan disa foto dhe mund të ndihmoj dhe regjia. Bashkë me Sherifin. Është italian me origjinë. Dhe keni një marrëdhënie të ngushtë, lidhje familjare bashkë me bashkëshortin në Albanin. Shumë miqësore, shumë miqësore. Domethënë, edhe ai është njëri shumë i dashur. Domethënë, ai duket sikur është shqiptar. Domethënë, po ta, domethënë në veprimet që bën, duket sikur është shqiptar. Edhe im shoqë thot shpesh, ti do kesh në një dama, du të bësh atë testin e të kuptosh origjinën e vërtet. Po, patjetër, du të kesh në një përqindje. Derisa i pëlqej ka dhe rakia, se po më thoje pak më përpara. Po, i pëlqen rakia dhe bile kur ne bëjmë aktivitetet tona dhe vjen gjithmonë, dhe sa herë që përshëndet thot, hajde gëzuar, nuk e thot gëzuar ta, më thot gëzuar edhe thot hajde me raki, dhe e pidë një qik, tek e tuk, domethënë nga një gotë vogël 2. Edhe është e fortë, domethënë, po prap, duke i pirë një herë. Si keni bërë për vete, ju bashkë me Albanin, çifti juaj, për të qenë afër me familjen e kreut të bashkisë dhe sherifit të zonës, të gjithë qyteteve, kreun e komisariatit në the, që keni marrëdhënie të veçantë, keni marrëdhënie miqësore, gjithmonë për ti mbështetur dhe për të qenë pranë komunitetit shqiptar. Kjo është e gjitha dhe kështu ka lindur, domethënë. E kemi një foton, ma tregoni pak dhe foton e të gjithëve bashkë. Kjo është dhe me bukura, sepse kjo në ka lidhur më shumë. Domethënë, duke folur gjithmonë për Shqipërinë, Albani është edhe në bordin e edukimit të qytetit tonë, ata që drejtojnë, domethënë, gjithë shkollat e këtij qyteti, kështu që ka pasur gjithmonë, ka qenë gjithmonë në kontakt me të gjithë. Kështu që gjithmonë primare ka qenë Shqipëria, shqiptarët në emigracion, nxënësit e shkollave, domethënë ata që janë me origjinë shqiptare, dhe sa herë që ne kemi kërkuar ata kanë qenë aty, dhe sa herë që ne kemi pasur diçka ose një event për të bërë, ata kanë qenë dhe gjithmonë na kanë inkurajuar dhe na kanë hapur dyert. Ta përmendim pak se Albani është i pari që ka vendosur dhe bustin e shtatore në Nën Terezës, në qytetin tonë është iniciative ti private, kështu që Albani bën shumë për shqiptarët, është për të përgëzuar më vetë, është personazh më vete. Patjetër, domethënë edhe kështu si vete kemi bërë dhe fëmijët, kështu që jemi të përfshirë të gjithë dhe po diçka kjo përfshirja jon na ka bashkuar shumë si komunitet. Nuk është rastësore, është tamam me qëllim për të qenë bashkë. Patjetër, domethënë ne mblidhemi për festat e flamurit, ne vemi ngrem, kemi ngritur edhe në Hackensack ku është një qytet, domethënë në Bergen County, në county-n, është një qytet kryesor faktikisht. Aty kemi ngritur dhe flamurin shqiptar, përveç se flamuri jon valvitet në krah të flamurit amerikan në parkun Nën Tereza, ku është dhe shtatorja në rrugën Harrison. Donë edhe ne kemi një qendër ku valvitet flamuri jon çdo ditë. Dhe keni një copës Shqipëria. Patjetër.
Dhe e vëm re që nga Valvitja mos të griset, Albani vete e ndronë, dërgon do nga çunat që gjithmonë tjetë aty i kuq të Valvitet, pa tjetër, është krenari. Bukur fort. Tani të rikthemi pak tek poezia, tek libri, vargjet e tua janë kënduar nga shumë këngëtarë. Me disa këngëtarë. Disa këngëtarë. Dhe do vazhdojnë të merren edhe këngëtarë të tjerë. Një prej tyre, ne do ta ndjekim një këngë të realizuar me vargjet e Arianës, do ta ndjekim më njëherë pas publicitetit madje, dhe zonja Evgjeni Sulli do ta këndoj këtu tek ne. Që ka publicitet tani.